Po ashtu prapë su ndala, do më thënë, më të shmendurit e mirë, po me iniciativë. E thëmi që me shmendurit në kuptimin e mirë të fjales, dhe kisha vu taks vetës që unë du të kemë dhe i bankë. Me iniciativën time, me shok, me administratën, arritëm më këtonë që të blejnë edhe bankën e zhvillimit islamik që është në Shqipëri, është një bankë shumë të fuqishme në Arabinë Saudite. Dhe për 2 vjetë, hyra me 9% dhe për 2 vjetë mora komplet aksionet. Se shifsha vetëm pa plëcu, marrë kërja dhe një kompani mikrokredije financiare, dhe besoj të është kompletuar grupi. Grupi, përstyrë se është një ndër grupët më të fuqishme financiare në Shqipëri, Kosovë. Për arsye se është i vetmi grup që ka edhe kompani sigurimesh, edhe bank, edhe mikrokredi, edhe bizneset e tjerë si që në real estate, ndërtime që në bizneset diversifikim portofoli. Aktualisht punojnë rreth në grupin e biznesit tim punojnë gjithsej rreth 2500-3000 vete në punë, ku më shumë predominon e kam për ty të shi elementi femës e vetë industria financiare. Por kemi një grupë mund të quj model, pasi edhe femne dhe banka botërore dhe në Komitetën Europian ndofton për banë sebep në Shqipëri që do bëhet ligji i konglomeratëve. Për arsye që të shimë kanë fund në grupin e konglomeratit, pavarësisht se konglomerati do një gjyre 6 miliard, por serioziteti i strukturës që kanë industri financiare dhe mbi përgjegjësitë publike që kanë, si në banka, edhe në kompani sigurimi, dhe na fusën do bëhet ligji i konglomeratave, pastaj ligji i konglomeratave ka të mirë të gjithë. Kompania sigurimi Rosim Kosovë është një ndër kompanitë që ka primë dhe tranzhin më të madh në sigurimet vullnetare, sidomos në sigurimin e shëndetit. Se TPL ta detyron ligji. Është një ndër kompanitë që sot për sot mund të hyni statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, që është e mirë kapitalizuar 150%. Që sa është si kompani në Kosovë, si që është Rosiu. E mirë kapitalizuar 150%. Është një kompani që ka 3 vite që është flamurtare e pagesës damave. Ne jemi kompania e parë me vëllimet më të mëdha të pagesës damave në Kosovë. Çka do të thotë kjo, mund të thosh ti pse e përmend? Pasi neve për këtë punë jemi, nëse për të botu lallash, për të shërbyer publikut. Dhe raporti damë prime ka arrit një përqindje ashtë madhe, sa pak e ka Europa, ne jemi 75% sot pagesës damave në prime. Në grupin tim damët të mëdha janë po damë të vogla. Për arsye se vetëm në Shqipëri ne kemi pas 2 vite të fundit mbi 4 raste, për 2 vite të fundit nga 2 milioner një damë, të cilët është paguar në kohë rekord. Kemi pas bypassin e Fierit, kemi pas damët të kartonit të Shil, po kështu kemi pas edhe në Kosovë, kemi pas një ngjarje të një kompani shumë e fuqishme këtu në Kosovë, nuk e mbaj mend me sa duket Elkosi, ku neve për maksimumi për 30 ditë i kemi paguar damin mbi 2 milioner. Mbi 2 milioner kemi dhënë me çek, ne e kemi çuar në llogari.